një interesa në Ballkan. Kjo ishte ajo që e kundërshtonte këtë avokat. Ja. E kanë ushtarake, nuk e kanë ekonomike. S'kan interes ekonomik këtu. Është ushtarake që apo akoma se keni parë. Është interes ushtarak. Një minutë. Ai ka flota ajrore këtu në Kosovë. Këtu ka marrë, ai e ka qytetin Stalin. Bazën, po ka dhe në Kosovë. Bon stil. Në Kosovë ka trupa. Të shikojmë, nuk është shpejt për të folur, po unë ju thash, ku është esenca e kësaj? Esenca e kësaj është që ai me botën shqiptare, politika amerikane me botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, domethënë në Gadishullin Ilirik, forcohet shumë kundër Rusisë. Kaq? Të tjerat pastaj vjen dhe kthehen në poezi. Ky është gjykimi. Po në aspektin politik, kë mbështet Amerika në këto momente? Mbështet kryeministin Rama apo opozitën? Po ata e kanë në doktrinë që mbështesin kryeministin. Jo, dakord, por nuk e kanë përshëndetur për zgjedhjet, avokat. Ku kanë, i mbajtën një ftohtësi, po pastaj e përshëndetën. Më duket se e kanë përshëndetur, pastaj më vonë. I mbajtën një lloj ftohtësie, se nuk e kanë plotësisht vetëm këtë. Është i Parisit këtu. Nuk e dini. Është i Francës kjo. Atje e ka atje e ka marrë vlagën, ata ja dhanë të gjitha, ata e prunë, ata e ndihmuan për të gjithë karrierën politike që ka. Se ka qenë në Francë, në Paris. Në Paris e kam takuar dhe shpesh, atjerin të këtë. Atje ata ja dhanë gjithë mundësitë dhe kjo erdhi. Kur e takuat në Paris, mendua që do bëhej kryeministër? Ja, absolutisht. Ishte piktor atje, nuk kishte kaluar akoma. Pastaj bisedat që bënte, i mori në kapi, e futi në art atë. Koncepti i tij është artistik, nuk është logjik. E ke parë që flet me figura? Nuk flet me koncepte. Analizon politikën me figura, se vjen nga piktura, vjen nga arti i pikturës. A ju merr në mendim ndonjëherë, avokat? Nuk kam marrëdhënie me të më. E kam ndaluar marrëdhëniet me të. Tjetër, kishte në gjë. Avokat, të falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme. Miropafshim. Shihemi. Gjithë të mirat. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.